23 vite burg ka kërkuar Prokuroria e Tiranës për njërin nga autorët e dyshuar të vrasjes së Gentia Mbetjas në Larushk të Fushkrujës në mars të vitit 2024. Ilir Beqaraj akuzohet se ka pasur rolin e ndihmësit në këtë ekzekutim mafios të kryer në bashkëpunim. Ndaj tij rëndojnë veprat penale, vrasje me paramendim të kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve dhe falsifikim dokumentesh. Gatimet e kryera dhe provat e mbledhura gjatë kësaj periudhe hetuesit kanë konstatuar se i panderu Ilir Beqaraj në kohë të ndryshme përpara kësaj ngjarjeje. Me mjetin e tij ka qenë në afërsi të vendit ku ndodhej banesa e Gentia Mbetjas. Detaj ky që sipas hetuesve është provuar nga kqyrja e GPS të automjetit të cilin e kishte marrë me qira. Pashtu nga akti i ekspertimit biologjik të ADN-s, është konkluduar se automjeti i markës Volkswagen Golf me ngjyrë zezë në pronësitë e Edison Axhiut, pashtu i arrestuar, është përdorur nga autorët për të larguar menjëherë pas djegjes së automjetit Land Rover që u përdor në krim. Mjeti u doq në fshatin Hasan, ndërsa nga verifikimet e kryera u përftua profil gjenetik i të akuzuarve Ilir Beqaraj dhe Flodian Plaku që mendohet se kanë pasur rol në ekzekutimin e Gentia Mbetjas.